Ka nisur në Durrës takimi anëtarëve të kryesisë së PD-s Ervin Saliani me demokratët dhe strukturat lokale të kësaj partie, duke shënuar kështu nisjen e një turi në bazën e kësaj force politike. Kjo është hera e parë që nga momenti që Sali Berisha mori kontrollin e PD-s që zhvillohen foltore jashtë kontrollit të Kryedemokratit. Nuk dihet nëse ky takim i parë i anëtarit të kryesisë do të pasohet nga ndonjë mas ndaj tij, duke pasur parasysh qëndrimin e Berishës që e konsideroi si një lëvizje që nuk ka lidhje me forumet e kësaj partie. Pak para nisjes së takimit, Saliani tha se do të jetë në çdo takim që do t'i kërkojnë demokratët. Do të jem për të dëgjuar, bashkëbiseduar dhe për të ndarë mendimet se si PD bëhet më fort dhe alternativë që e mundet Ramën dhe qeverisjen e PS-s. Është një takim ku janë të gjitha strukturat e PD-s dhe lista më e votuar e Durrësit. Deputetët janë në Këshillin Kombëtar, është menduar nga organizatorët që të jetë format konflikte të hapur dhe qartë dhe për të çuar mendimin aty ku duhet. Qëllimi vetëm i çdo takimi është ringritja dhe zgjimi i PD-s, interesi publik dhe sidomos opozitar i PD-s taj. Nisja e një turi të tillë takimesh nga Saliani u parapri nga një kafe, që ish deputeti organizoi me fitues të primareve, por edhe me kandidat për deputet të listave të hapura që rezultuan ndër më të votuarit në zgjedhjet e 11 majit. Ashtu siç pritej Ilir Ali Mehmeti është shfaqur në krah të Salianit, ndërsa takimi u hap nga Oresti Berberi nga FRPD, i cili e konsideroi këtë takim në funksion të forcimit të PD-s dhe hapjes së kësaj force politike. Në takim janë gjithashtu kryetari i grupit këshilltarëve të PD-s në Bashkinë Durrës dhe ish drejtuesi foltore Stan Burgia, nën kryetarët e Degës Vis Shuaipi, ish deputeti Pullum Berisha, sekretari i Degës Arlind Boshku, sekretari organizativ Nikolina Radovani, si edhe Luan Hoti, ish kryetari i Degës PD-s dhe kandidat për kryebashkiak në zgjedhjet e 2023-shit, kohë kur vulën e PD-s e kishte grupimi i Lulzim Bashës.